miliarda njerëz tani janë në xhum e ti je i zgjuar për ta falur sabahun. Sa njerëz i ka dunja? 8 miliard thënë. 8 miliard. Sa miliarda musliman? 2 më duket. 2 që është di. Po vërtet. Pin start 6 miliard flein. Pin start. Kur tashin ashtu grupa dhe mos e se këtu hinë edhe shia të 2 miliard se. Vetë ato dikush falet për aty, dikush falet ka sektet ndryshme. Zene falen 1 miliard. 7 miliard janë të fletë. E ti je 1 miliard që i përzgjet. A të shkëtë më thonë ti më kanë muhtar, do të thonë, a i zgjeth i Allahit. Diamant. Pse nuk marrin me shit për shembull zllatar të Gurzi? Pse s'qesin? Ska vle se ka kasmos. Jo, ka kasmos. Ku të shkojsh? Këtë kodat kanë Gurzi. E pse s'qesin Altan? Se lip me lip dikon fellen, zehe, poshte, e tu bruk, ajo treqa, ditë bane për me gjithë, ditë vogël edhe, te Altani ka kategori, ka 4 meqe, 6 meqe, 8 meqe, 24 karatës. Dhe më thonë, Allah Azza wa Jall, pi këtë gurzive dënjas, ti t'ka bo Altan. E nëse ti i perfekcionum namaz, ti e diamant, dhe më thonë, gjdo herë kër e kupton që shtu se, ti Allah t'ka zgjith mu që namaz sabajt, o ti trim që shi tutësh gazë, tutësh Allahit. O ti që tutësh gazë da mos po të sankcionon, mos po të dënon që i vanosh 5 minuta në puna, nuk tani gajlen që se falë namazin e sabahit, për ty ja kjo pjesë. Në më thonë, a je ti përgjith Allahit, a je përgjith i gazës? Wallahi, më ka një përgjith i Allahit, nuk ka përgjith dhe matë mirë që mund më ta bo dikush një të ndone. Nuk ka shansa teorike. Në më thonë, nejna të përgjith të Allahit, o sunullah, kur që është namaz sabahit, edhe hez, udhët e qajirit janë shprast, e kena një shok të ofert, Hoxhën Beqirin, Allah i rujt, efendien, me Hoxhën Beqirin dalë na dhe njëherë namaz sabajt, ana i qenë nësën, shprast, mas shtatëve, blokot ja pasha, blokot shkupi, dhe më thonë, ka njërës që e falin, alhamdulillah namazin e sabajt, ama ka dhe shumë shka se falin, e kajmë dert, unë jam me një banesë që jetoj, e kajmë dert me njanin prej atyve që jeton bashkë banesë dalim me fal namazin e sabajt në xhami. I thon vallahi e di për tu kajt, pak njerëz dalin prej te banesa me fal namazin e sabajt, sa banesa. Do të thonë ne e dinë sa njerëz jetojnë aty. Do të thonë ali vëllai sona. Do të thonë ne lim me kjo lim më qen Hoxha Bekiri ja kanë herë në majit shumë pat pëlqy. Dil namaz sabajt. A sa pëlqej? Dil sabah. Unë ja kam bëu majit. Mashallah. Do të thonë dil sabah, pse dil sabah se burrat janë sabah. Ose për shembull me qen 50 vjet ndave çish duket. Ose no, me pat për karrierë dikush, 50 vjet ndavet nuk qëndron besun. Se rana me qëndru 50 vjet ndavet. Kështu një 2-3 vjet, 5 vjet edhe hajde selam aleikum. 50 vjet. Këtu as sinqerisht dikush e man për Allah. Sa vjet mba Hoxha Bekiri ders namaz sabajt? A di pse e veçoj që këtë rast? E veçoj se namaz sabajt, ka plot gjallë shumë ligjrata. Çe sa vjet më? Që një 15 vjet. 15 vjet namaz sabajt, këtu ne dile më pas namaz sabajt. Veç me pregadit ligjërat 15 vjet është sfidë. Për namaz sabajt, edhe me thirr xhamat, me mësu xhamatin, po që kjo ka mu qenë për Hoxhën sadaka xharje, do të thonë sadaka rrjedh se në vazhdimsi, e di pse? Se kushdo që ka me vazhdu në shkup mas namaz sabajt, Hoxha e ka nis. Kushdo që ka me xhamin atë gjyk Hoxha e ka nis. Do të thonë që si vlera në lip mishtu jetës tonë, se ti normal ti i përgjith ti Allah qos namaz sabajt na tu fol për kohën që tash është flat, është ftoft, është bile sot ka qenë edhe minus, është minus sen, e ti mos me pat problem për më çu namaz sabajt me mojt ligjërat. Dikush son çot pi xhumit e jo më shka para do vetëm ja tregu dikujt që s'çot i namaz sabajt. Më thon, a e di që ka njerëz që çon namaz sabajt, leçi çon namaz sabajt, çon para namaz sabajt, përgatisin ligjërat, shkojnë namaz sabajt, e falin namazin e sabajt, e bujnë dhikrën e sabajt, dhe mas sabajt një 40 minuta folin, e mas 40 minuta me pinë çaj bashk. Atë i duket film. Ja, më thot sini tamam ju, do thot ti si e ta me valltan se ne u kënaqem këtë pjesë. Allah i shpërblet, Allah i shpërblet Hoxhën Bekir vërtet. Amin ya rabbi. Amin.